Në tentativën e radhës është ekzekutuar me Kalashnikov ish polici i burgjeve Gentian Betja, i njohur si personi i fundit që ka takuar Enver Stafukën, i zhdukur tashmë prej 9 vitesh. Gentian Betja u vra pas ditën e së premtes brenda oborrit të shtëpisë së tij në Larushk të Fushkrujës. Mësohet se ekzekutorët kanë qenë 2 persona, ndërsa një i tret ka qenë në rolin e shoferit. Nga të dhënat e para dyshohet se ata janë futur në obor nga një magazin aty pranë. Në momentin e krimit, brenda shtëpisë ka qenë edhe bashkëshortja e viktimës. Pak minuta pas vrasjes tek fshati Hasan është gjetur një makinë Range Rover me 4 Kalashnikov brenda, në djegje sipër që mendohet se i përket autorëve të krimit. Sipas një njoftimi zyrtar të policisë, një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin e autorëve. Betja pak muaj më parë i bën atentat në Banesë, ku nga të shtënat me armë u vra kunati i tij Ramazan Sino dhe u plagosën 2 fëmijët e tij të mitur. Betja ndodhej në makinë me ta, por pak minuta përpara se të mbërrinte në vilën e tij në Larushk, ai zbriti nga makina duke i shpëtuar atentatit. Për krimin në fjalë u arrestua Walter Bami, me të cilin Gentian Betja ka pasur përplasje të forta. Prej atëherë Betja nuk ishte takuar as fëmijët e tij të mitur, të cilët mbetën të plagosur nga ngjarja. Që pas atentatit, policia ishte vënë në kërkim të Gentian Betjas për ta shoqëruar dhe marrë në pyetje. Ai dyshoi se fshihen në një bazë në Shëngjin. Në 9 janar të vitit 2022, ish polici i Burgut i shpëtoi një atentati me breshëri Kalashnikove në afërsi të Niklës në Fushkruj, por u plagos në krah miku i tij 31 vjeçar Klodian Stafuka, i cili ndodhej me të njëjtën makinë. Në shtator të vitit 2016, ndaj tij u bë një atentat me tritol po në Nikël, teksa po udhëtonte me makinë. Ngjarjet nuk u zbardhën asnjëherë nga organet e drejtësisë. Betja ishte njëri nga njerëzit që piu kafe me Enver Stafukën pak minuta përpara se të rrëmbehej dhe të zhdukej në mes të Fushkrujës natën e 8 shkurtit të vitit 2015. I njohur si Eshmiki i Durim Bamit, person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, 42 vjeçari Gentian Betja ka qenë i dyshuar për një seri ngjarjesh në zonën e Fushkrujës.